Në Kosovë kemi mënyra se si i respektojmë veteranët, dëshmorët, masakrat. Kemi kriju komisione për të pagjetur, për gratë dënuara, për viktimat e dalura nga lufta. Por, ende nuk e kemi një vend që e tregon rrëfimin e të qenurit refugjat. E pse o kjo me rëndësi? Sepse gati çdo i dyti njeri që jeton sot në Kosovë ka qenë një herë refugjat. Kjo nga se llogaritet që 800.000 kryesisht shqiptar janë dëbu prej shtëpive të veta dhe 500.000 tjerë janë zhvendos brenda Kosovës në vitin 1999, kur forcat serbe përdorën dhunë sistematike për ta dëbu popullatën. Ky dëbim kishte qëllim me ndru demografin e popullatës Kosovë. Ajo nuk u arrit. Por, kjo nuk do të thotë që ky dëbim nuk duhet me u kujtu. Pas 26 viteve që kanë kalu prej këtij dëbimi masiv dhe të organizuar, një artist erdhi me një ide kreative se si mund të përkujtohet përvoja e refugjatëve. Gazmende Jupi, artist që kishte magjistru në Angli në transformimin e hapësirave publike dhe në art, tash e 8 vite është kthy në Kosovë dhe është profesor arti, filloi me eksperimentu me idenë që përvoja e refugjatëve me u përkujtu në trena që i kanë bart ata refugjat. E Jupi është kuratori me cilin kishim bashkëpunuar në themelimin e Reporting House, muzeu që gjendet në qendër të Prishtinës dhe tregon historinë e rezistencës së Kosovës. Ky muze që tash i ka kalu mbi 22.000 vizitor, u hap me 10 qershor 2024 para 2 viteve. E duke pa pra që ka interesim e etje për gjeneratave të reja për me kuptu ma shumë për historinë tonë, të njëjtat organizata që e kanë kriju Reporting House, janë këto Rjeti Ballkanik për gazetari hulumtuese BIRN dhe Prishtina Bienale udhëhequr prej Jupit, filluam realizimin e muzeut të dytë që do mirej ekskluzivisht me rrëfimin për dëbimin e popullatës në vitin 1999. E fillimi i hulumtimit për këtë muze ndodhi me 9 gusht 2025, kur bashkë me Jupin shkuam për t'i pa trenat me të cilat ishin bartu refugjatët. Vagonat e ish Jugosllavisë që janë prodhuar kryesisht mes viteve 1960 dhe 80 gjenden edhe sot e kësaj dite në Miradinë e Poshtme, fshat në fush Kosovë. Në Miradi shkuam pas bisedës me njerëz që ishin bartur me trena dhe gjatë këtyre bisedave ne kuptuam shumë. Kemi kuptu që kur vagonat e udhëtarëve janë mbush me refugjate dhe janë harxhumo, forcat serbe kanë marrë përforcim nga 2 mjete tjera të transportit. Kanë nisë me i përdor vagonat e kafshëve apo të mallrave, që thirren vagonat e gjave, për me transportu njerëz. Për të realizu këtë ide, shëndrimin e vagonit në galeri duhet të fillohet nga larja e vagonit të vjetër. Larja fillon edhe bohet prej trenkosit, ndërmarrjes që mirret me menaxhimin e trenave dhe vagoni fillon me u sjell në Prishtinë për me u transformu sipas idesë së kuratorit në galerinë e cila do të mbajë në te gjithmonë rrëfimet e intervistave me refugjatët e eksodit 99. Ky është rrugtimi se si e krijuam muzeun ton të dytë, të cilin e quajtëm Eksodi 99. Shumë njerëz, shumë ndërmarrje publike, private është dashur me ndihmu për me u realizu kjo ide. E unë do mundohem në këtë rrëfim mos me haru dikend. Për me u vendos vagonin në Prishtinë, së pari u desht mu gjetë trolli.
Infrakosi, ndërmarrja e cila mirret me menaxhimin e shinave të trenit, me të drejtë vendosi që trolli për këtë vagon muze do të ishte më së miri me qenë prej vendit ku ishin nis mas shumë të refugjat gjatë vitit 99. Ai ishte stacioni i trenave në Prishtinë. Kur u caktu trolli, tash ishte nevoja me i bart shinat të cilat nuk mund të barten me çfarëdo kamioni. Fatkeqësisht, as një ndërmarrje publike, as Trenkos e as Infrakos, të cilat nuk kanë pas investime serioze në to për nga infrastruktura në pas luftën e Kosovës, nuk i kishin këto kamiona. Andaj, shërbimin e bartjes së shinave e kreu pa kompenzim kompania private Migjeni që kishte bashkëpunu me Infrakosin. Derisa mrin shinat për i drenasi, në Prishtinë duhej me u përgadit tereni në mënyrë që këto shina mos me sharu në dhe. Andaj, duhej me ushtru zhavori e pastaj në zhavor me u vendos shinat sepse pesha që do të vendosej në to ishte vagoni disa ton i rënd. Këtë shërbim të shtrimit të terenit dhe zhavorit e kreu vullnetarisht pa kompenzim kompania private Limit Projekt gjatë sezonit të dimrit. Kur u vendosën shinat, logjistika më sfiduese ishte bartja e vagonit të rënd disa ton me vinqa prej Hekurudhës te trolli i dedikuar për muze. Pas koordinimit me shumë institucione, me 17 janar, u krye operacioni i bartjes së vagonit nga kompania private Sigma, e cila specializon në bartje të peshave të larta dhe ka gati 30 vite përvojë në këtë zanat. Sigma, edhe pse kompani private, këtë shërbim e bëri komplet vullnetarisht sepse prap nuk kemi kompani kaq të specializuar publike që mund ta bëj këtë punë. Pasi u kryen punët logjistike të jashtme, ishte tash koha që artistët ta transformojnë hapësirën e brendshme të vagonit sipas idesë së kuratorit. Kjo punë delikate që e kishte kërkuar Gazmende Jupi, që një vagon që mund të jetë i viteve të 1960 që duket i vjetër nga jashtë, kur të hysh mrena, të transformohet në një hapësirë komplet moderne për vizitorë, një galeri të re, ju besua një organizate shumë specifike artistike të quajtur Open Art Gallery, galeri e themeluar prej Naim Spahiut, vetë skulptor edhe ish udhëheqës i Galerisë Kombëtare të Arteve. Open Art Gallery kishte emri në dhjetor të vitit kaluar me organizu realizimin e këtij instalacioni kompleks jashtë Reporting House. Andaj, kishim besim që edhe këtë punë e bën si duhet. Kemi fillu me Open Art Gallery, me ekipën e Open Art Gallery, me shiku punën e konstruktit të galerisë edhe materialet cilat kanë afat gjatë, edhe është në farë mënyrë përdor materialet të cilat kanë hapësinë mund ndryshu ekspozitat, po jo me qenë permanente. Për hapjen e parë kemi 4 ekrana mrena që do të instalon, ku janë materialet të intervistat që më deri me tash, po ndoket dikun 40 janë. Kom pas shef jashtë me qenë e vrasht, më të japë qatë farë pamjen e të kalumës, mi po mrana me qenë materialet dhe intervistit që të kalon të kalumën, mi po mbrëndësia galerisë me qenë galeri, me shërbysi galeri. Sfidat më të madhe i ka pas Open Art Gallery, të drejtor është Naim Spahiu. Naimi me ekipën e vetë e ka po realizimin, sfidat më të madhe ka qenë kjo pjesa të tavanit që është bo gjys harku. Tash nuk e dina që shka me funksionu, së është për herë të parë. Na jena shumë e fatë që i kemi jënë lajmëru për mi 40 veta për intervist, na ka pasuru muzeu, që prapavia gjithmonë po fillon të fuqizu, si të mas i ka me qenë pjesë e hanit e lezit për projektin që jemi të ju bo. Kjo është vetëm një piknisje vogël.
është një adresë Prishtinë për historinë e Bllacës. 4 ekranet shkojnë me këtë vit plot deri në fund, kurse ulset miren për vagonave ekzistues të cilët janë të çmontu për momentin për me kryu ulset mrena në vagon edhe shkallët jashtë për me hi në vagon. Testimet i fillojnë mi bo vetë, me këshyrë mas pari me bo një testim narrative materialeve, kozgjate e materiale, sa kona vyjnë, sa persona mund me hi në vagon, qysh menaxhor logjistika, mirë po infrastruktura kryesore është realizu. Sfida radhës ishte me u kriju shkollët që të sjellin deri tek kjo galeri, edhe ato shkollë me qenë sa ma autentike. Për këtë, ekipi i muzeut pra bën kërkesë në Trenkos, kërkesë e cila aprovohet që shkollët e trenave të përdorur dhe të shkatruar të viteve 60 të mund të miren për interes publik dhe të arnohen duke krijuar shkollë të reja që do t'ja mundsojnë vizitorit hyrjen në muzeun Eksodi 99. Momentalisht jemi duke i prerë disa prej këtyne shkelseve të vagonave, të cilat kemi me improvizu dhe kemi me marru shkallë, të cilat do t'i përdorim në vagonin që gjendet përballë stacionit të trenit në Prishtinë. Sipas kuratorit, bashkëpunim me të me Gazmend e Jupin, kuratorin, kemi vendosur që gjitha këto me i përdor për shkollët, të cilat do të vendosen atje. Shëre, kjo vjen kështu, kjo vjen kështu. A kupton? Njona kito në magjën, njona knina. Kjo është këtë gjithë problem. Këtë profil që jemi të e pa, do të përdorim për pushimorën e cila është të dera e hymjes në vagonin. Qysh dojna me po, është bëllë sfiduse, po do t'i përdorim mundësit tona, edhe do t'a largojnë për këto dhe me... Ko gjatë trash për me preq ato ja? është, po, qa me bo, tash duhet me kry punën, ajo që në takan edhe me improvizu. Vizitorët më të mdhej kena prej shkollave, kështu që... 16 është standard. Standard është 16. Okej. Nëse në lejon në alësia, mundëm edhe 15. Nuk është problem. Dimenzioni është 24 me 1 metër. Në zgabosha edhe njerë. Po, 1 metër e 4 centimetra. Normal që një derë e vagonit të vjetër, të viteve 60 ose 80, do t'jetë shumë e rëndë për me u hap e mbyll për çdo vizitor. Andaj, kuratori kishte kërku një derë moderne që të instalohet brenda vagonit në mënyrë që hyrja e dalja të jetë shumë më efikase. Këtë e mundsoi, prap pa kompenzim, një kompani private që mëse 2 dekada specializon në krijimin e dyerve. Në fakt, vetë ideja e kësaj iniciative, më thonë drejtën, ku na ka ardhur dhe nga ju jeta, më thonë drejtën na mendjes se kem prit me dhënë një kontribut sa do pak modest qoftë ai në ruajtjen e vlerave të historisë dhe gjenocidit që ka ndodhur në Kosovë. Mirë po, shumë kontributi janë dhënë ndoshta edhe nga kompani tjera në kaluarën. Unë me këtë rast kjo ideja e vagonit ka qenë shumë ekskluzive për neve, sepse kjo pjesa e egzodit gjatë luftës që ka ndodhur dhe një pjesë mbi 1 milion shqiptarë që ndëbu, shumë pak është të rikujtu. Shumë pak është bërë. Ju bërë shumë monumente për dëshmorët që është shumë mirë ajo, për masakret të gjitha këto, mirë po kjo aspekt ka mbet pak si onash. Edhe më thonë drejtën kompania jonë me një kontribut modest,
ju ka bashkangjit këtij projekti në mënyrë që kjo sadopak të kontribojë në ruajtjen e vlerave të historisë dhe të, si ta them, qekave të popullit që ka pas gjatë luftës. Na si kompani merremi kryesisht me produktet e dyrëve, po jo vetëm kaq. Edhe tash kur na u prezantu ideja se vagoni dhe do të me kriju një derë e cila hapet në mënyrë automatike në tillë, natyrisht një diçka tillë nuk e kem realizuar më herët. Megjithatë, duke qenë se projekti ishte serioz, edhe neve si kompani na ka integruar që të marrim përsipër patjetër që ta realizojmë këtë projekt, edhe ku është bërë montimi i derës senzorike me hapje automatike, në mënyrë që ti lehtësohet vizitorëve në të ardhmen që do ta vizitojnë këtë muze, ta keni çështje më të lehtë dhe të jetë më funksionale. Në një anë bëhet funksionaliteti modern, po edhe truhet kjo pjesa e historisë që i kujton vagoni për të kaluarën. Ka qenë sfidë teknike më shumë se sa kostoja e produktit si e tillë. Edhe kjo e ka pas sfidën e vet, po megjithatë sot teknologjia, mjetet avancume, dija, eksperjenca që kem pas edhe në punë të tjera, nashta jo identike si kjo, po të ngjashme, kanë arritur që të na lehtësojmë pak punën që ta realizojmë këtë projekt. Andaj një kontribut i vogël, modest i kompanive dhe institucioneve tjera, qofshin publike apo organizatave tjera, konsideroj që është mëse i domosdoshëm, edhe do të duhesh të ndjehemi edhe të obliguar që të përkrahojmë projekte tilla, sepse vetëm këto dëshmojnë ato që kemi qenë një shoqëri që kemi dalë nga një luftë e cila jo për m'ju kthy asaj, po ta majmë si vlerë, si ruajtje të kujtesës historike në këtë drejtim. Projekte të tilla, për shembull, këto investime ndoshta modeste, po vlera e saj shumë e madhe se sa investimi i kostos që është bën ta. Prandaj kjo është më shumë si thirrje edhe për kompani tjera që të bëjnë përkrahje të tilla në projekte të tilla. Derisa vagoni po funksionalizoi nga brenda, hapësira e jashtme e tij ishte tërësisht e lanur pas dore. Hapësira rreth stacionit trenave kishte qenë e pamirëmbajtur. Muret e ndërtesës së vjetër stacionit ishin të ngjyrosura me grafite. Kurdelat e kabllave të rrymës ishin pengesë për pamje. Toka rreth vagonit ishte lloç, e gjithë kjo kërkonte një fuqi punëtore disa javëshe e besa disa muajsh që asnjë kompani private nuk kish hesap me e bo pa pare. Andaj, këtë përgjegjësi të aranzhimit të pjesës së jashtme e mori përsipër ndërmarrja publike banesore, ndërmarrje publike komunës së Prishtinës që i ka edhe 300 punëtorë dhe mirëmban shumë objekte publike në Prishtinë. Koston e kësaj ndërmarrje e përmbushi komuna e Prishtinës. Stash për janari ka filluar dhe punëtorët kanë punuar në kushte të këqija, sepse pranverë dihet që është më të me shi, ndonjëherë edhe borë, ftoft, frym, më përthash nuk janë ndalur, sepse kanë qenë në farë formë ka qenë edhe vullneti i tyre, që kur e kanë ditur se çfarë projekti bëhet fjalë, me se ndonjëherë për tyre ka pasur ndonjë familjar që ka qenë pjesëmarrës i këtij ekzodit dhe për këtë arsye nuk kanë punuar në kushte të vështira dhe ja kanë dalë sot pra është një pamje krejt tjetër për asaj juve që keni xhirimet, fillim kur kanë filluar punimet dhe tash, domethënë thjesht nuk nihet vani që ka qenë dhe ç'është tash. Ka pas grafite në mure, ka pas të muret e dëmtuara, ka qenë një WC publike pa përdorur, është përdorur edhe nga persona që të pa përgjithshëm që kanë vullë që sa ndryshe, ka pasur berllog, domo ka pasur kjo pjesë ka qenë thjesht pa përkujdesje. Ndërmarrja jonë është një fat që gjenden të gjitha profilet e punëtorëve. Duke filluar nga pastruesit, që jemi në bojë hymet, pastaj nga instaluesit e ujit, nga mjeshtrit e rrymës, nga sallduesit, nga ata që bëjnë profile, nga ata që punojnë rrethoja, nga ata që shtojnë kubza, nga ata që punojnë edhe shoktat e kanalizimit, nga ata që edhe lyjnë, edhe rënojnë, edhe renovojnë, edhe ndajnë, dhe të gjitha profile, mendoj që të gjitha profilet që mund të ketë një kompani ndërtimor, edhe inxhinier profesional, arkitekt, inxhinier ndërtimtarist, inxhinier të hidros, të gjitha profilet e mundshme i ka ndërmarrja. Është një gamë e gjerë e njerëzve që punojnë dhe është këtu atë në bën një kombinim i të gjitha këtyre aftësive, duke përfshirë këtu edhe menaxhmentin, i cili do më i bën koordinimin e punëve dhe këtu është çelësi i suksesit. Kam prit se kur është bërë liberalizimi i vizave do ketë një fluks masiv të ikjes të punëtorëve, por ju. Realisht jam i befasuar këtë rast për të mirë, kam pasur pritje më të këqija. Realisht mund të thonë që për shembull në 16 orën e parë të vitit 2026 mund me gabun shifra plus minus 3 ose 4 punëtorë kanë shu punë. Me krejt të mira që i ka në PB-ja, ndodh që ka dhe mungesë të materialeve. Në këtë rast ngjyra për me u ngjyros muri i stacionit të trenave në nuancën e njëjtë si e gjithë ndërtesa, u siguru
si donacion nga kompania vendore e prodhimit të ngjyrave quajtur Relux. Natyrisht, për ta ngjyros një objekt të mbrojtur, siç është stacioni i trenave në Prishtinë, ne është dashur të bëjmë një kërkesë profesionale te Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prishtinë. Ky institucion që shkurt quhet QRTK e ka marrë këtë kërkesë dhe brenda 2 javëve e ka aprovu. Pak para se më ardhi para drekës o kry lymja, qëtu. Ngjyra nuk mjaftonte për ta ndru pamjen e vagonit nga jashtë, nga se kabllat e rrymës vazhdonin të ishin përmbi kokën e vizitorëve dhe pengonin në pamjen e vagonit. Andaj, lidhur me këtë, Keci e përshpejtoi një investim që e kishin filluar në këtë zonë dhe siguroi që të gjitha kabllat që kishin qenë në ajër të futen komplet në tokë dhe ajo që ka ishte më rëndësi, ta largoi komplet shtyllën elektrike në mënyrë që muzeu të shihej pa pengesa. Duke bërë implementimin e projektit që e ka projektuar Keci dhe kompania jonë është në kontraktore për me demolu pjesën elektrike që është afër këtij vagoni trenit apo këtij stacioni trenit. E kemi bërë instalimin nëntokësore që na ka mundësuar edhe lirimin e pjesës ajrore të kabllimit që ka shërbyer për energji elektrike dhe për kablovek të internetit. Po ashtu, në këtë fazë jemi duke e bërë largimin e kablove dhe largimin e shtyllave për të mundësuar hapësirë të mjaftueshme për shfaqjen e këtij projekti dhe për të larguar pjesën e instalimeve që në afër vagonit të trenit. Në këtë fazë jemi duke bërë edhe largimin e pjesës ajrore të kabllimit për të liruar hapësirën sa të mjaftueshme për këtë lloj shfaqje të muzeut. Këtu kemi bërë edhe instalimet nëntokësore të energjisë elektrike dhe na ka mundësuar që të largojmë pjesën ajrore të kabllimit dhe po ashtu dhe shtyllave elektrike që pengojnë afër këtij vagonit të trenit. Kur kablat u futën në tokë, tash mund të mendohej edhe për mbulimin e kablave me dhe dhe për mbjelljen e gjelbrimit, gjë për cilën u angazhua ndërmarrja komunale gjelbrimi, ish hortikultura. Edhe prej këtu i të dhe? Po. Pa ma, unë nuk mëj me thyq ato, në pëbëja kur vjen e then. A keni që dojna me shtru kocka? Dhe duket si plato. Kjo pjesë është më së e njohur për krejt ata që janë të Prishtinës, e ka historinë e vetë si stacioni trenit, po mbi gjitha e ka pikën kulminante emocionale kur u bë deportimi i komunitetit shqiptar prej Prishtinës, qendra e nisjes u kon këtu. Projekti vetëm fjalë nuk është si projektet e zakonshme ose të rëndomta. Kjo normal që mban me veti edhe emocionin e historisë të saj, dhimbjes, po edhe të rikthimit se na tashmë jemi këtu. Normal që ndërmarrja Gjelbër ka ardhur dhe e ka pastru komplet për shkak të mos përdorimit të objektit, domethënë për një kohë të gjatë. Kemi largu gjitha shkuret, po jo me qëllimin me damtu, po qëllimi është për mi rikthy ato në kuptimin e ri, në kuptimin e gjelbrimit tamam adekuat. Mbas vizitës të sodit, domethënë gjatë inspektimit këtyre punëtorëve tonë të zellshëm për me pastru këto, e pam që ka nevojë edhe për një ndalesë gjelbërt me mujt me bo, si mur gjelbërt rreth ish banjës, ku është pika muzeale, apo, dhe ndalimin e qarkullimit ose pengimin e njerëzve, vizitorëve mes shinave trenit dhe qasjes me tren. Që e mendu që shumica e vizitorëve duhet më konë ose shpresojmë me qenë fëmijë, kemi mendu këtë barierë si ndalesë për ndalesë kreative e Gjelbërt. Shkuret dhe lulet që i mbjellën ndërmarrja gjelbrimi u siguruan nga drejtoria e parqeve në Prishtinë. Por, këto nuk mjaftuan, andaj u desht përforcim në gjelbrim nga një donator privat
Lulishtja Labi, e cila i dhuroi gjysmën e shkureve që janë përdorur këtu. Po Lulishtja Labi mundun ato mundësitë e veta t'ja ofrojnë një gjelbrim. Kjo është një pjesë e kalurës tonë, cilët njerëz janë nda me familjarët e tyre në këto ditë të vështira që kanë qenë kalurën, edhe mos të harrojmë të kalurën që të gëzojmë të ardhmen një më të mirë. Po gjatë bombardimeve para fillimit të luftës, unë vestuja isha jashtë vendit, e familja ime gjitha isha këty. Këto vagona do me thonë isha prindit e me dhe familjen tënë të cilët kanë udhëtuar me këta. Ndërmarrja Sport Marketing e dedikoi një shtëpisë që do të ishte në shfrytëzim të familjes që jeton këtu në objektin e stacionit të trenave dhe familje e cila po pranon ta menaxhoj këtë kafe. Maqina e kafes u dhurua për këtë shtëpisë nga kompania Swiss Cafe. Në këtë proces ne kemi qenë të gatshëm më një herë prej ftesës që na është bërë me u bashkangjitë si të gjitha ndërmarrjet publike, edhe krejt çka kemi mujt me ofru ose çka është dashur na e kemi bërë. Procesi ka qenë jo i komplikuar, shumë i thjeshtë për qëllimin që e ka ky muze. Me fillim e kemi angazhuar ekipën, punëtorët më njëherë jam tregu të vullnetshëm, e kemi marrë një prej shtëpizave të cilat edhe qyteti din që na e ofrojmë një pjesë të shtëpizave për ngjarje kulturore dhe e kemi dhuruar për muzeun, po ashtu edhe disa prej tavolinave të cilat unë besoj që kanë me pas një impakt të vogël, po të rëndësishëm për këtë projekt, sepse turistat, qytetarët tonë nga gjithë Kosova, nga Prishtina, mundën me ardhë, me vizitu muzeun dhe me ullë, ndoshta edhe me pi një kafe dhe me diskutu me ata që kanë ardhë bashkë për me vizitu. Ky projekt është shumë i rëndësishëm për kryeqytetin edhe për gjithë Kosovën, sidomos në zhvillimin e pjesës e cila mund të themi ka shalu në një formë që është pjesa e zhvillimit të muzeve, pjesa e memorës kolektive që ne kemi kaluar ne si shoqëri, kështu që një punë e madhe është bërë me Reporting House, e cila vetë se i ka thyer rekordet me pjesën e vizitorëve, ndërsa kjo tashmë Exodi 99 muj me thonë që është projekti më i rëndësishëm për momentin për kryeqytetin, e cila e tregon pjesën e viteve në të cilën kemi kalu, pjesë të cilës kam qenë edhe unë vetë, si një prej që ka qëndru, një prej të rinjve që ka qëndru në Prishtinë, kështu që ne si Sport Marketing kemi nderin edhe jemi të vullnetshëm edhe të gatshëm me ndihmu kësi projekte edhe në të ardhmen e gjithsesi edhe në këtë pjesë këtu e cila do e pasuroj Prishtinën. Qëllimi bëhet edhe më fisnik kur e kemi marrë vesh që në objektin këtu si pjesë e marrëveshjes së hekurudhav apo hekurudharit jeton një familje e cila do të angazhohet po ashtu si pjesë e projektit të Exodit, e cila do shërbej dhe do e mundësoj të krijojnë një punë ditore dhe do kujdesen për shërbimin e qytetarëve. Kjo ka qenë edhe qëllim edhe më fisnik, kështu që e kemi bërë me shumë dëshirë, me shumë shpirt. Padyshim që pjesa ma inovative e gjithë këtij transformimit të kësaj hapësine të lanën masdore të stacionit trenave është idea e kuratorit Gazmend Ejupi me e transformu një ish WC publike shumë të vjetër në galeri të artefakteve të refugjatëve. Dhe ja ky është rezultati. Këtu do të vendosen artefaktet që na i kanë dhuru njerëzit pasi kemi bë thirrje muajve të fundit që njerëzit na dhurojnë gjana që e kujtojnë kohën si refugjat. Përderisa pjesën e murosjes së kësaj galerie e ka kryer në PB-ja, gjamin e ka vendosur kompania private Grezda Glass. Mbrapa këtij gjami do të qëndrojnë artefaktet e dhuruara nga Infrakosi edhe 2 qytetarë, Milaim Abdullahu dhe Iliriana Zogjani. Ndërsa brenda në hapësirën e galerisë i kemi batanijet që janë përdorur gjatë kohës që njerëzit kanë qenë refugjat dhe janë dhuruar nga shumë qytetarë të cilët e kanë emrin e vet të shkruar në batanie. Kjo është një fletë ngarkesë që kanë ardhur vagona të udhëtorëve nga Beogradi në fushë Kosovë, që rrjedhimisht janë përdorur për trena për dëbim. Këto janë trena shtesë që kanë ardhur në Beograd. Që kanë ardhur, po. Është fletë ngarkesë, numri i trenit, data. Ku është data? 31/3/99, fushë Kosovë gjinën. Këto ka gjetën Ali Kadrolli.
urdhëresa për lëvizje kaq të madhe të trenave nuk mund t'jipet pa një urdhër nga lart. Kjo është rregull. Policia, se që i kishin rrethua, ishin kon himrana çdo shtëpi, edhe po më kërkon, dol shoqja foli, tha, keni mashkull, tha, po burrin e kam, tha, tëre dol, a unë tha, sa mashkull në shtëpi, thash, unë jam, tha, nesër tha gjatë ditës urdhrin e ki, tha, deri në ora 3, tha, me ardhmë u paraqitet në polici, ti kishin pa improvizuar të shkolla me të Bajraktari. Tha, do të më ardhmë u lajmërua atje, edhe jam shkuat nesër, ishin ka njerëz të prit në ranë, edhe po pres, edhe çdo njanit ja bëjke, evidentejke ku banon, ku jeton, sa një, për mashkull kryesisht. Edhe thejke pesi ti momentit, thejke në qatë vend ku jetu banu, thejke pesi ti momentit, thejke në qatë vend, thejke se herë të silmi, se herë të vim, thejke se herë të kemi nevoj, thejke duhet me ardhë me gjithë, thejke nuk guxo me dalë për dere për ndryshe. Edhe në kërcnime në dhe ishin, edhe në i dhanë dohar kartonash, në ishin unë. Në dhanë me veti, gjysën e shkytën, gjysën në dhanë si një lloj vend qëndrimi, ose për fat mire ku marrë me veti ato dhe e këm ruajt, se këm humbë, nëse, po, dhe që shdoket. Ky karton shujke me përkthy vërtetim për pranimin pranim e lajmërim lajmërimit të banimit, lajmërimit ose të lajmërimit të banimit. Djali ka qenë 2 muaj kur kemi dalë, 2 muaj e 2 ditë sa i ka bo, ka qenë shumë i vogël, qëto teshat i ka pas dveshuna. Unë këto robat e djalit që i kom pas në tren kur kemi dalë prej shtëpis, këto i ka pas vesh djalit, cilat i kom rujt deri ditën e sodit shumë me dëshirë dhe nuk kanë qenë kur si kom la, veç që shto t'i kom rujt që 27 gati po bohën që janë që shto t'palame të rujtuna, se kom pas qef që shto qësh kanë qenë mi rujt. Edhe deri në këtë moment, kur kom vendos mi pru në muze, mi rujt këto sendet kujtimet e asaj kohe. Rrëfimi për këto artefakte është shtyp nga shtypshkronja Studio Forma, në atë mënyrë që edhe kur muzeu nuk është qel, mund të shihet e të lexohet edhe nga jashtë për vizitorëve në 3 gjuhë. Ky ndriçim i jashtëzakonshëm është po ashtu investim privat i dhuruar pa kompenzim nga Salloni Elektrik Kosovar me emrin Kujta Group. E tash ka plot njerëz e kompani tjera me të cilët jemi konsultu në këtë proces 1 vjeçar të ndërtimit të muzeut. Ata na kanë mundësu me eksperimentu, me diskutu, debatu, me i rreh idet, derisa kemi arritë te zgjidhja e duhur, edhe përderisa nuk mund t'i përfshijmë ndoshta të gjithë, duam t'i falenderojmë gjithë ata që e kanë dhënë kontributin e tyre për me ndërtu diçka kaq të vlefshme për gjenerata të ardhshme, si dhe vizitor të huaj, siç është Muzeu Eksodi 99. Po ashtu i falenderojmë dhe 48 qytetarë që e kanë ndarë rrëfimin e vet me ne, i cili sot është pjesë e muzeut dhe ju mund të vini me e pa. Muzeu Eksodi 99 është i hapur prej orës 12 deri në ora 8 te stacioni i trenave në Prishtinë, vend që përndryshe është i njoftun si te Zalli, ejani edhe na vizitoni. Mas një pune 1 vjeçare që është bo në mbledhjen e rrëfimeve të refugjatëve, si dhe në idenë kreative me cilën ka ardhë kuratori i muzeut, Gazmende Jupi, ne kemi mri sot ja sjellim këtij publiku, qytetari, gjeneratave tashme që po presim me ardhë këtu, një muze që ka të bëj vetëm me eksodin e 99-ës. Paramendoni 2/3 e popullatës Kosovës është dëbu para 27 viteve. Kjo ka qenë njëna prej dëbimeve më të mëdha pas luftës dytë botnore. Ne në Kosovë shpesh i përkujtojmë masakrat, dëshmorët, veteranët, gratë e dhunume, po kërkush s'fol për refugjatët. S'ka pas një vend i cili e kujton këtë përvojë sepse shumë njerëzve ju vjen more me fol për këtë përvojë. Faktikisht njën thuse sobonami, o bile njët të kompleksume dhe pak të ngarkum që kanë ik, disa i thonë që kanë ik,
po në fakt, prej këtij vendi, është me rëndësi që prej këtij vendi stacioni trenave me qindra mira njerëz janë dëbu, nuk janë dëbu domethënë me qef, nuk kanë ikë me qef. Sot është me rëndësi gjeneratave tashme me au rikujtu historinë e Kosovës, sepse nuk po mësohet mjaftueshëm historia e 90-tave në libra shkollor, edhe duhet me qenë forma shumë moderne edhe vizuele me cilat ja shpjegon një gjenerate tashme, jo vetëm me fjalë. Prandaj jemi këtu duke lansu këtë muze që është i stacionum në një vagon i cili është i marrum në 60-tat, mes viteve 60 dhe 80, edhe është vagon i cili në bas intervistave që kemi bo ka bajt refugjat në atë kohë. Kur janë harxhu vagonat e udhëtarëve, forca serbe ka nis me i pru kamionat edhe ka nis edhe vagonat e mallrave me i përdor për me i fut refugjatët të cilët pastaj i kanë shti me udhëtu përmes Ekurudhave, përmes Fush Kosovës, Lipjanit, pastaj Hanit e Lezit, edhe qindra mira njerëz janë paketu në për shembull në kabinë që i nxen 6 njerëz, janë fut ka 25 njerëz. Këto i kemi për informatave që na kanë dhënë njerëzit. Gjithashtu kena bë thirrje me na pru artefakte, shumë njerëz kanë pru artefakte, edhe është një ide shumë kreative e kuratorit Gazmende Jupi, i cili një WC publike e ka shëndru në galeri të artefakteve të sot. Me të thonë drejtën, kjo nuk ka të pagume. Sendet që po ndodhi, mirë për këtu duhet vërtet me tregu historinë nëpërmjet fotografive, nëpërmjet xhirimeve, ne që e kemi përjetu atë kohë. Unë për fat e kom arrit këtë tren, me sa më kujtohet mua me 2 prill na kanë largu për shtëpisë. Dikonja 40 antarëve të familjes që kemi qenë. Mirë, kemi shpëtu, fati që kemi shpëtu, mirë po kena ndajt që të stacionin që e kom përballë që atje, me siguri një 15 orë, 16, këtë qyteti ka qenë aty. Më kujtohet momenti, kisha babën na kërkishin me emna 3-4 vetëve, edhe kë kam përmend edhe emnin temi dikushi, nuk e dim kushi. Baba më kam lu me një qebe, mos më pa, mos më u dallue, se atëherë i lypshin njerëzit që kanë dhënë, që kanë qenë, sidomos me kamera, me aparate edhe. Fati im nuk u lajmërova, hiç as pak edhe dikur hypëm trena, 3-4, ka mëngjesi, edhe veç kur e kemi pa vetëm bllaz. Mirë po rrugës kemi hjek as shumë. I kom pas 3 fëmijë vogël. I kisha djalin e vogël, qysh me thonë, në shpinë. Tjetëri djali më kishë ngjitë për trupi, s'mish me frymë me marë. Tjetëri djali e kish gruja e krejt antar tjerë të familjes. Ish mi bo krejt uj, pa frymarje. Ka qenë i të merë. Pak u preka, kur hirë nëse mërë qëtë krejt trupi edhe më përshën sytë latë. Unë jëmë pronari të robave, është një gjësi shumë e veçantë kur e kom po dhe intervjistën e nonës tem, që ka të regu historinë e vetë, kur këmë qënë pjesë dhe e asoj historie. Po, kjo një vjerë shumë e madhe për shtetin tonë, besoj që gjithë kush duhet me kallëzu historinë e vetë të uftë, edhe besoj që kjo është just një pjesë shumë e vogël historisë, dhe shpresoj që kom e pas ma shumë tregime, ma interesante. Mendoj që është edhe një dokumentim i asaj që na ka ndodhur në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe si prezantim, edhe si pamje, edhe si koncept kuratorial, por edhe si mënyrë për me i nxit njerëzit në ardhmë, me kujtu mos me harru dhe me arrëfy atyne që nuk kanë kujtesë për atë kohë, për gëzime për këtë ata që kanë punu, që e kanë ideu, që e kanë realizu, sepse kujtesa nuk është punë e lehtë, edhe angazhimi rreth kujtesës, rreth rikrijimit ndoshta të ngjarjeve, për më siguru që nuk i harrojmë, por vazhdojmë me kërkuar drejtësi, është punë kogja e ndihshme, prandaj meritojnë respekt gjithë ata që kanë punu, kanë kontribuar, janë angazhu dhe ja kanë kriju Prishtinës edhe një hapësinë shumë të mirë për me majtë men, për mos me harru. Një muze i tillë ka qenë kamok i nevojshëm, duke bazuar që ka shkuar një projekt gjatë prej luftës tonë. Një muze i tillë shumë do të ndihmojë edhe të rive, rinis që të vjen ta kujtojë, të mësoj mbi ato që ka ndodhur, në mënyrë që vetëm ajo kur i kujtohet edhe ripërsëritet, edhe mësohet, mbetet në çdo brez të ri nga tani të tjetë, në mënyrë që
Një muzej i tillë është ka moti e nevojshëm, edhe me thonë të drejtën përpos që është muzej i Qëllun, është edhe në vendin e Qëllun, edhe tregon një histori se si ka ndodhur, domethënë lufta, si ka ndodhur frurja apo bartja e popullatës në atë kohë përmes këtij vagonit të cilin e kemi mbrapa. Sidomos për ata të cilët e kanë përjetu luftën, sidomos ata të cilët e kanë përjetu edhe bartin përmes këtyre vagona, ata shumë a shumë domethënë janë të prekur dhe shumë a shumë e ndjejnë dhe përjetojnë. Ata automatikisht e kujtojnë atë ngjarje që ka ndodhur, kurse të rinjtë të cilët nuk kanë arritur ta përjetojnë, që janë gjenerata të reja, për ata është shumë kohë, domethënë është një moment që ta mësojnë një realitet që ka ndodhur, përpos që ta mësojnë një realitet, ta shohin një objekt i cili përmes këtij objektit, mbrapa përmes këtij vagoni janë mbartë me mira qytetarë. Vend i shejtë është për mua edhe për çdo qytetar që ka përjetu, është vend i shejtë. Edhe më vjen mirë që kush ka marrë, kush është organizator edhe sene, qysh tu ka mujtë edhe ma heret më bë, jo bashkë ka se kanë harru dhe shumë njerëz kanë harru dhe shumë shëndsat e mojnë men kur jënar në kanë largu për i shpia kolona kanë ba dhe drejt të stacioni treni e që kjo është qaj stacioni treni tu që kompon i shala nuk shëkur tu ka kompon me sytë e mi edhe femnat 7 zone tu ishti për dritare në tren. Ky treni ka që për blas. Kjo është një vlerë e madhe e shtuar për ky qytetin, gjithë Kosovën e gjithë shqiptarinë faktikisht, sepse reprezenton një pjesë të historisë, një pjesë e cila po them populli ynë ka kalu në për një periudhë kohore shumë të vështirë, ku edhe kemi pas një egzod të madh të qytetarëve këtu të kryeqytetit po gjithë Kosovës, që janë futur në për kësi vagona të trenit edhe janë kanë dalë jashtë, kanë qitë prej shtëpive të tyre, kanë dëbu prej vendit tonë, prej vendlindjes tonë. Është një reminder, është një instalacion që e përkujton kohën e vështirë në cilën kemi kaluar, që duhet me na tregu gjithmonë që liria, pavarësia, demokracia edhe paqja të cilën e gëzojmë sot nuk ka pikë prej qiellit. Pra ka pas procese të shumta nëpër cilat edhe populli ynë ka kaluar që sot të jemi këtu së bashku, ta gëzojmë këtë liri, këtë demokraci, po mos ta harrojmë asnjëherë të kaluar. Këtu kemi instalacione intervista, më shumë se 48 intervista të njerëzve të cilët të familjeve që kanë qenë të dëbuar, që kanë qenë pikërisht në përcip vagonat të trenit dhe janë dëbu jashtë vendlindjes të tyre, jashtë vendit të tyre dhe nuk e kanë ditë a do të kthehen ndonjëherë. Po ashtu kemi edhe pjesën tjetër këtu mbrapa, një pjesë ekspozuese ku edhe qytetarë të ndryshëm edhe kanë dhënë donacione të teshave të cilat i kanë vesh, i kanë pas ato ditë gjatë egzodit masiv, që tash munden me vizitu këtu nga qytetarë të ndryshëm, nga turistët të ndryshëm, edhe të mësojnë shumë për historinë tonë, për historinë jo shumë të largët, pra historinë e hidhur në për cilën populli shqiptar këtu i Prishtinës, i Kosovës ka kaluar. Kjo është një vlerë shumë e madhe, se nuk ka qenë diçka shumë t'informuar, mendoj rinia e sodit me këtë çka kemi përjetuar me këtë egzodin që ju ka ndodhur shqiptarëve viteve 99, edhe mendoj që është shumë sen i qëlluar. Ministria e Ekonomisë ka mandat në kujdes që ndërmarrjet publike qeverisen përputhje me interesin publik, e nuk ka një interes më të madh të publiku tonë se sa me njoft kalumën e vetë edhe me ndërtu një tarme të shëndosh, ndaj ka qenë kënaqësi për ne me bashkëndu punën me 2 ndërmarrjet hekurudhore, të cilat kanë ndërru vagone dhe hapësirën e stacionit të trenit për ndërtimin e muzeut. Bashkë, pra, është shoqëria civile, është qeveria që ka prioritet dokumentimin e krimeve të luftës, por edhe ndërmarrjet qoftë publike, por edhe ndërmarrjet private që kanë kontribuar në ndërtimin e muzeut. Po, e vërteta është që pas 27-8 vitesh që ka kalu kjo periudhë, ati të merë të refugjatëve që kanë kalu në Kosovë atë që merë për këtu,
vërtet është për të admiru puna që po bëhet tani. Ideja është se si të shpërfaqet një histori e tmerrshme e që krijon mundësi të preket historia reale e popullit tonë, e cila ka qenë sa shumë. Ma ato që kam dëgjuar edhe më herë nga këto intervista, vërtet është diçka e pa imagjinueshme që historia sigurisht më vonë do ta tenojnë atë agresor, atë agresion të paparë, që asnjë krishterë do të më bëjë se ka bëu të tillë. Në këtë rast të transportohen njerëz në vagon të kafshëve, kjo është diçka e tmerrshme pa imagjinuar. Kështu që unë i përgëzoj gjithë ata që merren me trajtimin e këtyre mbetjeve historike, që tregojnë lera të historisë, pavarësisht që janë të rrëmshme, por vërtet shpërfaqen diçka reale të kohës që do të mbetet në histori përjetësisht. Jo mendoj, edhe pse jam unë pjesë e një projekti të tillë që po fillon këtu në Prishtinë dhe mbaroj në Antelezë për vllazën autonome. Kjo është më së miri që në ndërgjegjen, po them kështu, të qeverisë, cilat të qeverisë që tjetë ta shtri dorën e implementimit të një projekti të tillë që vërtet të ketë vlera të jashtëzakonshme. Trajtimi i historisë të kalumës tonë është respekti më i madh që mundna me pas në sot, që kena mundësitë me ofru dhe me tregu gjenerata të reja, edhe sidomos me qenë një pikë referuese në adresë re, sikur që është eksodi sot te stacioni i trenave në Dragodan. Përshtypjet e para ka qenë sa më shumë me pas inovacion. Arsyen pse kum vendos me pru vagonin në Prishtinë ka qenë për shkak probleme teknike që kemi hasë gjatë projektit në Antelezë. Por është një benefit shumë i madh, pra që do me thonë kreativiteti vjen pi problemeve, por nuk vjen pi komfort zonës. Për momentin, Kosova shumë vonë me dëshmu historinë, por nuk është vonë me fillu me pru materiale. Pra mesazhi jam është sa më shumë të kena materiale, pra që asaj periudhës 99-ës, ma shumë fuqizohem si shtet edhe ma shumë fuqizohem si kulturë. Gjenerat e reja, sikur ju që shjeni, është mirë me ditë çka ka ndodhur, jo vetëm prej 99-ës, po edhe ma tutje. Pra, vlera e projektit është shumë e madhe se sa ona fizike që ka peshën për momentin që peshojmë.